Rasti tipik I lidhjes financiare dhe afrimitetit familjar të zyrtarëve të drejtësisë me eksponent të krimit është kryeprokurori I Firit Elion Mustafaj, të cilin Këshilli I Lartë I Prokurorisë mban në detyrë dhe e promovon, ndërsa Prokuroria e Përgjithshme dhe Inspektorati I Lartë I Drejtësisë heshtin. Sipas formularit të deklarimit pasuror, bashkëshortja e kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, zonja Anajada Mustafaj, është e punësuar në kompaninë Puka ILC të Dorian Pukës në Shubak, ku ajo jeton prej 14 vitesh dhe bashkë kanë krijuar miqësi personale e afrimitet familjar. Dorian Puka nga Lezhë rezulton I dënuar 2 herë me burg në Angli dhe është arrestuar 2 herë të tjera, është dëbuar nga Anglia për grabitje banesash dhe biznesesh, përfshirë në trafik droge, dhunë ndaj gazetarit Isaac Crowson të Daily Mail që I publikoi krimet dhe është I skeduar në Shqipëri për trafik droge e pastrim parash. Përveç jetës luksoze në Angli dhe blerjes së pasurive të paluajtshme atje, trafikanti e grabit si Dorian Puka, shefi dhe miku I gruas së kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, po pastron paratë e pista dhe me ndërtime në Shqipëri. Atij është sekuestruar një kull në proces ndërtimi te rruga Myslim Shyri në Tiranë, financuar me para të siguruara nga aktivitetet kriminale në Angli e Shqipëri. Por ai vazhdon punimet në atë pallat ndërsa policia nuk e ndalon. Në dosjen penale të drejtësisë britanike thuhet se Dorian Puka është arrestuar e dënuar për vjedhje dhe lidhje aktiviteti me grupe të trafikimit të drogës, konkretisht me 9 muaj burg në vitin 2016, me 3.5 vite burg në vitin 2017 dhe deportim, ndërsa pas rifutjes ilegale në Angli është riarrestuar dhe rideportuar në Shqipëri në vitin 2020. Ky profil kriminal nuk e ka ndaluar kryeprokurorin e Firit Elion Mustafaj të punësoj bashkëshorten Anajada Mustafaj te kompania Puka ILC e grabitësit, trafikantit dhe pastruesit parave Dorian Puka madje të krijoi afrimitet familjar me të. Kjo lidhje interesash ekonomike dhe miqësi me një subjekt kriminal është në dosjen personale të kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, por ai është lënë në detyrë më 22 shkurt 2022 nga Komisioni I Vetingut I përbërë nga Valbona Sanxhaktari, Firdes Shuli dhe relatori Olsi Komici, aktualisht deputet I PS-s nga që prokurori Mustafaj është pjesë aktive e klanit Soros në Shqipëri. Këtë lidhje me krimin pamfleti e ka denoncuar me prova e dokumente zyrtare, por kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani me deklaratë zyrtare publike I ka dalë në mbrojtje kryeprokurorit të Firit Elion Mustafaj, ndërsa Prokuroria e Përgjithshme dhe Inspektorati I Lartë I Drejtësisë vazhdojnë të heshtin. Sipas ligjit për dekriminalizimin, kur prokurorëve u zbulohen kontakte dhe lidhje e përfitime personale të familjarëve me individ subjekte e aktivitetesh kriminale, sidomos ku janë të dënuar penalisht, ata duhet përjashtohen nga sistemi I drejtësisë e të çohen për ndjekje penale. Por ky ligj nuk zbatohet për kryeprokurorin e Firit Elion Mustafaj. Madje raportet e agjencive gjurmuese shqiptare thonë se me mikun e gruas, grabitësin, trafikantin dhe pastruesin e parave Dorian Puka, ai është bashkëinvestitor te pallati I sekuestruar te rruga Myslim Shyri në Tiranë.